Koha de fundit një aktivitet I quajtur duke udhëtuar me flatin pranverore, nisi në distriktin Jing'an të Shanghait. 90 marka vendase e ndërkombëtare u mblodhen këtu. Konsumatorët mund të shëdisin në për ndërdesa të shekullore, ndërsa shijojnë shfaqjet e deputimit të markave. Me termi ekonomi deputuese quhen njësër aktivitetesh ekonomike të ndërmarra nga kompanitë, duke përfshirë publikimi e produkteve të reja dhe hapja e dyqaneve të tyre të para. Shanghai është në balë të këtij modeli ekonomik, që nga propozimi për të bërë një qendër globale për publikimi e produkteve të reja në vitin 2018. Ky metropol në Kinë lindore ka tërhequr gjithsej 8.472 dyqane të para. Vetëm në vitin 2025 në Shanghai u hapën 1.093 dyqane të reja të para të llojeve të ndryshme, ndërsa në kryeqytetin Peking 1.068 të tilla, me një rritje vjetore 11.3%. Pse ekonomia deputuese po bëhet gjithnjë e më aktive? Nga perspektiva e konsumatorit, njerëzit janë të gatshëm të paguajnë për risi dhe cilësi. Nga perspektiva e markës, tregu masiv I konsumit në Kinë është jashtëzakonisht tërheqës. Për markat ndërkombëtare, hapja e dyqanit të tyre të para ose deputimi në Kinë ka qenë prej kohësh një hap kyç në zgjerimi e ndikimit të tyre global. Nga hapja e parkut të Legoland në Shanghai deri te restoranti I parë I markës Popeyes në Peking. Më e rëndësishmja politika të përshpejtojnë vazhdimisht deputimet e markave. Shanghai po krijon një mjedis biznesi të klasit botëror nëpërmjet inovacionit institucional, mbështetjes financiare dhe garancive gjithëpërfshirëse. Për shembull që nga zbatimi I masave për të lehtësuar inspektimi e mallrave deputuese të importuara, koha e zhdoganimit është zvogëluar me 80%. Duke përfituar 60 marka ndërkombëtare dhe mbi 30.000 produkte të reja. Përveç kësaj, termi ekonomi deputuese për herë të parë është përfshirë gjithashtu në planin kombëtar 5 vjeçar të Kinës. Ajo luan një rol pozitiv shumë planësh në rritje e konsumit. Ekonomia deputuese vazhdon të nxehet. Markat që zgjedhin Kinën për deputimi e tyre global ose dyqani e parë në Azi nuk tërhiqen vetëm nga fuqia blerëse, por edhe nga ekosistemi inovativ dhe mjedisi I favorshëm politik I Kinës. Edhe konsumatorët po marrin më shumë produkte e përvoja të reja dhe me cilësi të lartë. Ç'mendoni për ekonominë deputuese? Mund të lini komentet tuaja.